Dhe në fund të kësaj lidhje që unë jam shumë e lumtur që na e mundsove pranin tënde në këtë agora sonte, do doja një mesazh, një urim, çfarë të doje bardha zemër ty që do të vinte nga Shkodra për të gjithë shqiptarët që na ndjekin? Jam shumë i gëzuar që këtë urim ka mundësi ta bëj me 2 gratë hap, thotë që vetëm ato që agjerojnë në Shqipëri, por të gjithë ato që agjerojnë në Maqedoni, shqiptarët atje, ato në mënyrë të veçantë që janë në lukin të Preshenës, duke përfituar edhe nga prania e zyrtarisë në Rum, të cilin e përshëndes përsërisht. Agjerim më të marrë shpejt pranu, edhe sjalt ky agjerim flyte gjatë gjithë vitit për një shqiptari me Zotin, për një shqiptari të mundshëm në vllazëri dhe ku ta shikojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi, vërtet vëllezën të një gjuhë, një gjaku e të kopët. Prandaj nga ana jeme, nga ana gjithë kishës katolike, dëshiroj t'ju transmetoj urimet dhe agjerim sa më të mbarshëm në mënyrë shumë përzemër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të përshëndes dhe do jemi sërish me shumë kënaqësi në të tjera intervista. Faleminderit shumë. Ju përshëndes përzemërsisht të gjithëve.